Përfundimi i bypassit të Vlorës nuk ka sjell vetëm një tjetër aks për lëvizjen e automjeteve që i drejtohen jugut të vendit, veçanërisht gjatë sezonit turistik, por tashmë është kthyer edhe në një pikë ku mund të shijosh një pamje fantastike mbi qytetin dhe gjirin e Vlorës. Një pikë panoramike përgjatë këtij aksi në drejtim të Orikumit dhe pranë fshatit Kanin ofron për qytetarët e shumt, por dhe pushuesit vendase të huaj, një nga pamjet më spektakolare të Vlorës, si një balkon mbi qytet dhe mbi gjë. Pushuesit vendas dhe të huaj e shfrytëzojnë këtë hapësirë për të bërë një foto apo video, duke marrë me vete një kujtim të veçantë nga pushimet në Vlorë. Veta ta thonë se panorama që ofrohet nga kjo pikë është ndër më të bukurat që kanë parë, duke e vlerësuar me një fjalë fantastike. Ti jetosh të brenda Vlorë që ta thuash, të shprehësh që kanë ndryshuar apo jo, po që këtu është fantastike. From Spain to visit Albania. We like the view here. Vi nga Spanja, Vlora dhe Shqipëria janë vende të mrekullueshme për t'u vizituar. Më pëlqen gjithçka këtu, por sidomos kjo pamje që po shoh tani është vërtet shumë bukur. Da Padova. Vi nga Padova dhe është herë e parë që vizitoj Vlorën. Kalova disa ditë këtu dhe më vjen keq që sot është dita ime e fundit. Më pëlqen shumë panorama. Vlora është shumë e bukur, më ka pëlqyer shumë qëndrimi këtu. Bel panorama, un bel mare e è bello anche con tutta la città così alle spalle, no, una bella vista. Siamo stati a Ksamil e a Imare e ci è piaciuto entrambe, ci sono piaciute, sono due realtà un po' diverse, quindi abbiamo voluto vedere un po'. Sa panoram dhe deti bukur, është hera e parë që shoh një pamje kaq magnitëse. Vi për herë të parë në Vlorë. Pushimet i kalova në Ksamil pasi kërkoja një vend më të vogël dhe më të qetë se Vlora, por këtu në Vlorë gjen gjithçka. Në pushimet e radhës patjetër që do të vi në Vlorë. Vlora është një mrekulli e vërtet. Unë jam vetë vonjat. Jo jetëm në Itali. Tani investimi që është bërë është madhështor, rrisë së vërtetës. Sepse ne jemi mësuar të shajmë edhe nëna dhe baban ku bën një gabim apo dy. Po ti bashkohet dhe natyra, pastaj është paraj sfare. Një apton të shikosh është pa koment. Unë i shikoj sepse kam disa vite pa ardhur fare. Më bëjmë përshtypje shumë gjëra, po çik çmimet janë ato që duhet të ulen patjetër. Atëherë është herë e parë që e shikoj, po që është shumë e bukur duket gjithë qyteti. Të jep atë një ndjesi shumë të bukur, kur shikon të gjitha gjërat që janë krijuar, shikon detin, të jep një lloj nostalgjie shumë. Po janë shtuar shumë ndërtesa edhe për mendimin tim kanë ndryshuar për mirë. Në fillim ka qenë ndryshe. Kjo pikë panoramike mbi qytetin dhe gjirin e Vlorës përgjatë bypassit po regjistron gjithnjë më shumë vizitor. Numri pushuesve vendas dhe të huaj që ndalojnë këtu është në rritje, ndërsa mes tyre nuk mungojnë shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, por dhe turistë nga vende të ndryshme të Europës. Për shumë prej tyre, kjo është tashmë një ndalesë e veçantë, ku përveç se udhëtojnë më lehtë drejt jugut të vendit, mund të shijojnë dhe një prej panoramave më të bukura të qytetit bregdetar.